Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin. Ditën e sotme me video pak më amatore, por nuk dua të jem larg jush. Do të thënë, dua të jem gjithmonë pranë jush me ngjarjet më të fundit, me dinamikat më të fundit, me atë se çfarë po ndodh nga jeta e artistëve, nga jeta e publikut, nga jeta e njerëzve të cilët ne na dhurohen çdo ditë. Mateo Bori ka qenë në kohën e fundit në qendër të vëmendjes, do të thënë për ndarjen që u bë me Brikenën, një ndarje që u komentua, një ndarje që u fol. Ka nga ato që e besojnë, ka nga ato që nuk e besojnë. Me thënë të drejtën, do bëj një lloj bisede me ju, sikur të jetë një bisedë miqësie, nuk e bëj një bisedë të tipit, do të thënë, si ta them, të tipit profesionale, por dua të bisedoj me ju. Mateo Bori ditën e fundit ka qenë në qendër të vëmendjeve. Do të thënë, të gjithë e keni komentuar. Unë thash, kjo do t'i ndihmonte pak Mateos, me patjetër që i ndihmon, sepse pikërisht që në natën e sonte kur Mateo nxori në Facebookun e tij, edhe në Instagramin e tij zyrtar fotografinë që do të jetë pjesë e She's on Top, menjëherë ngriti një kurreshtje të jashtëzakonshme, menjëherë filluan lajkat dhe menjëherë domethënë fokusi i të gjithë publikut, nëse ishte tek ferma apo tek rrugtimet e tjera të artistëve, u fokusua tek Mateo. Mateo do të jetë çdo prime në She's on Top, do të jetë pjesë e jurisë. Në fakt unë këtë gjë e kam thënë dhe më herët, sepse mënyra se si producentët kishin vendosur që të bënin jurin, që do të kishin ish banor, që do të ishin të Big Brotherit javë për javë pjesë e panelit juristë të She's on Topit, siç duket i çoi drejt të shtimit, dhe Mateo, si një nga personazhet pak më të klikuar, si një nga personazhet pak më të komentuar, u përzjodh që të ishte pjesë e kësaj jurie. Tani, për mendimin tim, unë me patjetër që Mateo si uroj shumë suksese dhe unë e di që do të shkëlqen, sepse Mateo ka shkëlqyer në Big Brother, ashtu do të jetë dhe në She's on Top, do të thënë do të jetë pak më afër publikut shqiptar, më afër fansave të tij, por për mendimin tim, do të thënë t'jap mendimin tim, t'jap idenë time, unë mendoj që do të ishte më e bukur dhe do të ishte më e ëmbël në qoftë se për shembull pjesë e jurisë në She's on Top do të ishte Brikena, sepse Brikena e njeh më mirë këtë formatin, nga qenë pjesë e një emisioni të tillë dhe mendoj që do të kishte gjykime më të sakta, por gjithsesi dhe Mateo është një përzgjedhje e duhur, një përzgjedhje spektakolare e vetë organizatorëve dhe mendoj që do të jetë një super shikueshmëri në javët, në ditët në vazhdim, sepse Mateo do të ketë materiale edhe për të komentuar, do të ketë goditje që mendoj që do të jetë i mrekullueshëm, por mendoj që edhe me vajza do të jetë fantastik. Tani ka patur shumë gojthëna që Brikena dhe Mateo që kanë hidhëruar shkaku sepse Mateo ka vendosur që të ishte pjesë e She's on Topit. Unë mendoj që në një çift, sidomos në një çift VIP-ash, nuk ka arsye pse të hidhërohen. Mateo me patjetër që do të ishte ose në përputhen ose në She's on Top. Unë do kisha dashur që Brikena të ishte në She's on Top dhe Mateo të ishte në përputhen, domethënë ishin fikse adekuat për rrugtimet e tyre që kanë kaluar, por gjithsesi është përzgjedhje e producentëve. Kjo nuk do të thotë që Mateo në një të ardhmen nuk mund të jetë pjesë e një formati siç është për shembull supozojmë përputhen, dhe këtu mendoj që do të jetë i pëlqyer. Unë mendoj që Mateo diti ta shet veten e tij, ngriti reklamën e madhe dhe tani do të vjen surprizë për të gjithë publikun. Por nuk ma merr mendja që kjo është arsyeja që ka bërë çiftin të ndahet. Unë besoj shumë në këtë çiftin që janë bashkë, mendoj që po e përdorin momentin e tyre, por e pash që Mateo me shumë krenarie kishte publikuar fotografinë që do të jetë pjesë e një formati siç është She's on Top. Si e komentoni ju, ku më pas unë do të bëj edhe një përmbledhje të gjithë ngjarjes.